erdhë një djalë i ri dhe më thot kam bërë të tanë jetën. Pse? Tha, je ra ti, sot jam ma me të dashurën time i fejun. Po pse? Tha, kam qenë ty kalumet, por në moment më ka thonë nuk du më feju, as du me ty përfundoj çdo gjë. Në që ato ditë, tha, ka dalë konga më e zëshkane, edhe u hapne për telefona kjo. Tha, unë nuk i kom shkru kur gjëve që ja kom qu kongën, ja kom dërgu. Kongën, tha, e ka mora, e ka ngu gjithë natën, ty ngu, ty qajt, në men gjesta më ka thirë, që mi mësit se u kry kjo. Wow! Sot janë bashkë. Mashallah, sot janë bashkë edhe jetojnë në Gjermani, dytë. Jetë gjatë, jam i lumtur që kom arritë s'pako t'i bashkoj dy qitë. Ti do me thonë mësit? Dy. Kështu bi bjen pak dy mësit për bashkime. Gjenetin e pas nga fitu, se dy qifta e pas nga bomba. Në rrugë këtu në Prishtinë, një adhuros me një motor 4 rrotëve i hapur. Unë isha të prit në semafora dhe unë nalë dhe ajë. Tha, unë e qela që më lurë tha, ma këtonë që tu, a ma vonë. Tha, se ma vonë për ta kënej. Po nuk ka darsëm që nuk kërkohet. Ka nga Zeshkania, qyshë në fillim, bilet, që të fillon darsh, me thojnë Zeshkanën në Albrët. Po do më këty pak të konga që sa po e ndëgjum bashk, edhe ajo kongë me sa une e pashu konë pra 12 vjete. Qyshunive kur u rikëthy edhe një herë që u bot tamon viral, se sot virale po bohen shumë vish një refran i shkurt për ju vynë edhe më bo viral, qyshunive te? Konga mirë nuk humbë kur. Po ne gjithë artistët mundohem që jo vetëm ajo, po çdo kongë me mbijetu. Se kur e bojmë kongën, kem qef me mbet ajo kongë. Por do ishin, do jo, unë ndihem shumë mirë kur ende përsëritën disa kongë të mia që i kam kënu para 10 vjetë, 20, 15, kështu që krenar. Qysh po janë komentet e njerëzve, po më intereson çka po thojnë? Nuk ka vend, apo nuk ka mbrëmje, apo nuk ka darsëm që nuk kërkohet. Ka nga Zeshkania, qyshë në fillim, bilet, që të fillon darsh, me thojnë Zeshkanën në Albrët, se ma vanë. Se kim, është kur prej e tortja, ma zakonisht është ka maqet, që të herë këndojnë, por jam i knaqër. Mas ta kësoj kohë në rast interesant që ka ndodhë të kanë kërku dikon nëse diçka kongën Zeshkania është ka duke pa zakonshme, se sigur të edhe në rrugë s'ka nalë. Sigur, ishte bashkë duke arë këtu në mision, në rrugë këtu në Prishtinë, një adhuros me një motor 4 rrotëve i hapur. Unë isha të prit në semafora dhe unë nalë dhe ajë. Tha, unë e qela që më lurë tha, ma këtonë që tu, a ma vonë. Tha, se ma vonë për ta kënej. Cilën, tha që ato më të miren. Kështu që kërkohet, çdo kun. Do me thonë ku ka met ma e mira, është tash ma e mira për momentin. Apo ta kërkojnë a i kush me ta bori make, ose mi përpunu edhe një herë njëtë si kur ka nga e fundit shtash që u bo sytë e tu, të i kujtu? Po, më kanë kërku shumë. Por nuk e kom më dhanë. E kemi bo me Albrimi një herë, atë kongë. Në bo remake. Remix. Po jo, nuk e kom lanë për veti. E pëse s'pja janë pro djallit, s'pe marti me bo. Po edhe pak e dikur ja lanë dhe e falë. Do më thotë e ki malet, ti direkt e ka lanë të djemë. Me një herë. Po. Unë këtë kongë është bo në vitin 93. Tekst shkrusi ka qenë Gjok Beci i ndjerë nga Tirana. Erdhë në Prizren në një koncert të liris, zbashku me Edmond Zolalin, një kompozitor. Dhe unë në shoqërim me ta, më tha, a ki nëj ide nëj kongë për du me ta thura. I ka qenë tekst shkruas shumë i fort, për ta Zemgalicën e shumë kongë tjera që ka bëha i kongë patriotike. Thash, një shok im pa të regu pak historinë e kësaj një Zeshkanës, dhe një shok që shtu e ka përjetu një njare. Gjatë thoni që shtu një shok. Që shtu gjithë Edhe i të regova, po unë aje kish një kompjuter për para, unë ishte në onën e kundërt, unë po flasë, a i po shkruan. Në momentin që e kom kryu në bisedin, a i ma ka qitë tekstin për para, që këtë tekst me Zeshkane. Atëherë e kom bo kompozimin vetë, me një qifteli,
në shtëpi, e kom bat muzikën e kongës, edhe e kom orkestru në Soarek, në studio Prizma, edhe sot e saj dite, ndëgjohet kjo kongë, jam i lumtur që kom arrit spaku 50% me oblizu të fije në disa rinis. A thua u bo kush bashk me këtë kongë? Se për një shift e di one që jam bo bashk, uro që kjo kongë, ata du jojnë sot bashk. Ti një edhe unë një po bëhëm dy. Unë po dregoj regionin se emrin nuk po dregoj. Isha një mbrëmje të maturës në Deçan. Edhe erdh një djalë i ri dhe më thot kam bërë ton jetën. Pse? Tha, jera ti, sot jam ma me të dashurën time i fejun. Po pse? Tha, kam qenë ty kalumet, por në moment më ka thonë, nuk du më feju, as du me ty përfundoj çdo gjë. Në që ato ditë, tha, ka dalë konga më zeshkane, edhe u hapne për telefona kjo. Tha, unë nuk i kom shkru kur gjëve që ja kom qu kongën, ja kom dërgu. Kongën, tha, e ka mora, e ka ngu gjithë natën, ty ngu, ty qajt, ty ngu, ty qajt, në men gjesta më ka thirë, që mi mësit se u kry kjo. Wow! Sot janë bashkë. Mashallah, sot janë bashkë edhe jetojnë në Gjermani, dytë. I përshëndesim. I përshëndesim dyve kudo që jeni. Emrin s'po ta tham marrë. E ata tjerë të janë konë të ndomë, që ata që i dion, janë konë ndomë një kod gatë, nështë dikon ja 3-4 vjeta në sen, edhe u bukon nga virale në qatë ko që u bu, ata që atëherë e më bu bashkë. Edhe ky që shtoja ka shumë qitë pjesë kongës, edhe ata dy janë bu Aty një bashkë. uro jetë gjatë, jam i lumtur që kom arrit spaku ti bashkoj dy qitë. Ti do me thonë mësit. Dy, Kështu bi bjem pak Si mësit. për bashkime. Gjenetin e pas nga fitu, se dy qifta e pas nga bomba. Dë njerëzi pas ke bora hatë.